Ndërruar të rishikus, sikur se ju bëm me dije, me ndosur keqe kishin bërë këtë, s'ka për nësi kjo punë, një diskutim mjaft i madh ka lindur, jemi rikthyer, për aeroportin e Vlorës. Diskutim i madh dhe i zhumshëm, për ku bëhet fjalë për shumë para, më vështirë bëhet për të kuptuar problemi. Para e madhe dhe kuptimi i vogël. Me zi kuptojnë njerëzit. Çfarë po ndodh me aeroportin e Vlorës? Ju e bët grimin të gjitha, se mos në tërpërën emisionin. Miliarderi, Begjet Pacolli, është tremur shumë, thot edhe shënonte edhe një kolegu ynë, sot, që është tremur shumë, thosh, miliarderi, dhe thot se duan t'i marrin aeroportin. Që e paska ky, si që duket. Ndërkohë Ortaku i ti thot se Begjeti ja ka rëmbyer të gjitha aksionet. Që kishte ky, tjetri, se janë dy Ortak. Ne do të përpiqemi të kuptojmë, të bëjmë përpjekje, sa i sa do mundemi ne gjithmonë ndërruar të rishikus, po sa vjen dhe bet në vështirë kuptimshmëria në botën që jetojmë, siç e thash, por do të kuptojmë ku qëndron, nëse e vërteta, nëse ka të vërtetë. Ferdinand Dervishi, gazetar, Klaudian Tomori, Kapitali Pikal, gazetar, Pano Soko, Antona Bileka janë në studio. Faleminderit shumë. Bravo. Në një lidhje direkte unë do të ketë unë u përpoqja të thrisnja disa faktorë që besoj janë të rëndësishëm. Ishin të rëndësishëm dhe nga por në më përgjigj vetëm Besnik Berisha, avokat i Valon Ademit, njerit prej njerëzve të avokat mirë mbrëma, faleminderit shumë. Që do të ndihmoni mbrëmjen e sotme emisionin tonë. Këtë pjesë që mendoj që është një pjesë mjaft interesante, sidomos për të shpjeguar njerëzve thjeshtësisht dhe qartësisht se çfarë ka ndodhur. Po kështu unë telefonova Dyrmishi, e ka i besoj që thonë është aratisur një inxhinieri. Do t'i kesh emrat i se më shumë se mua i keni emrat ju. Inxhinieri që mbulonte punimet, Dyrmishi, që thonë që ishte aratisur, Dyrmishi, dhe doli si aratisur, thot nuk e aratisur, thoshte gjitha, por nuk do të dalë televizor, nuk do të dalë, s'do të dalë. Po kështu a isha administratori. Valon Luka, edhe ai nuk do të dilte, dhe për t'i patur gjithë faktorët. Ne bëjmë një përpjekje, ke letrën aty më thotë ai mua, po se ku ta gjej unë? Okej. Pra, edhe dy elemente të tjerë, për ta bërë më të plot njërin, nuk janë. Nuk deshen të. Tani, zoti Dervishi ka një konfuzion shumë të madh lidhur me aeroportin e Vlorës. Përpara se të flasim për konfliktin që ka lindur, a mund na shpjegoni ku e ka zanafillën koncesioni i aeroportit të Vlorës dhe cilat janë palët që e kanë fituar këtë koncesion si fillim? Po, sa më thjesht, dikur kam patur një bashkëpunëtor të mbushur këtu, jo se nuk i kam këta tjerë, të gjithë të janë shumë të mirë, po në jetën se Amini shpjegonte me kryefjalë kallëzues dhe kështu, fare thjesht, dhe popullata e kupton mirë. Pra bëhet fjalë për një koncesion PPP, i fituar në mars 2021 nga 3 operator, nga Mapco Pacolli, një kompani turke, dhe Valon Ademi 2A Group. Me vlerë investimi 104 milion euro. Pas pak kohësh operatori turk është tërhequr dhe aksionet i ka marrë Pacolli. Në 23 korrik, 2023, Pacolli i kalon ati që ka mbetur, Valon Ademit, 2A Group, me vërtetim notarial 47% aksioneve, dhe me vërtetim notarial... E kemi këtë vërtetim notarial? Po, e kemi, s'kemi. Ja ke dhënë... Ja kam dhënë, ja kam kaluar. Regje e paraqit që ka një... Shkjo? Do me thënë, kemi të bëjmë me 2 aksioner. Po, më duket se ka patur aksioner tjetër për para, po jo. Pra, Turku pra e tham, Turku u largua. Ky është vërtetimi, në anglisht dhe në shqip, në të njëjtën datë është bërë dhe... Nuk është... Njohja e... Dokument tjetër, firme. Shiko, ke dokument tjetër... Ky është vendim. A mund të... Vërtetimi i gjykatës. Jo vendim në gjykatës, po si quhet ajo? Vërtetim notarial. Vërtetim notarial. Nëse e ke. Ashtu shkruhet. Si shkruhet lart? Shkruhet vendimi asamblesë së përgjithshme të aksionerëve. Kjo është vërtetim, pra, ky është vendimi
i asamblesë përgjithshme të aksionerëve. Vendim i aksionerëve të... ka kaluar 47% këtij grupit. Po, 2A grupit dhe njëkohësisht është bërë dhe në vërtetim i nënshkrimit të pacollit. Por këto nuk janë pasqyruar në qendrën e QKB. Miqal, nuk janë pasqyruar zyrtarisht. Qendrën kombëtare të biznesit, po. Pra, kjo është ajo që ka munguar që pacolli ka ecur ose pra njihet zyrtarisht sikur kishte 98%. Dhe me këtë veprim ka bërë atë kontratën. Njërës të mbaruar. Pra, pacolli... 300 dokumenta ju kam dhënë unë për të paraqitur? S'ka gjë, nuk ka gjë. 2 dokumenta ju ka dhënë, gjeni materialin paraqitin e. Nuk ka gjë se... S'ka rëndësi, jo. I treguam. Pra, më 24 mars, çfarë ka ndodhur? Duke pasur 98% me që ky veprim nuk ishte pra në QKB, duke pasur 98%, pacolli në 26 mars hipotekon aeroportin... Se nuk janë pasqyruar në QKB këto, më shkruajnë? Të shkruajnë. Tani... Po pyesin pra se njerëzit... Po, shumë e saktë është kjo. Kjo nuk është bërë për shkak sepse... Tani unë nuk e kuptoj, se nuk jam ekspert për këtë punë, po për të... si thua, për të pasur, si thua, të investimi që kanë bërë për mos të ulur shifrën, për pas një shifrë të madhe, diçka e tillë. Por nuk e di se si shpjegohet nga ana ekonomike. Pra, kishte teknik që u interesonte të dyve të mos regjistrohej. Jo se nuk e dinte ky e dinte Valon Ademi këtë gjë dhe ishte në dieni që nuk është regjistruar. Ai nuk ka ditur këtë tjetrën, që ky ka shkuar pra në 25 mars. Vazhdojmë. 25. Vazhdojmë tani, ku është konflikti? Çfarë ndodh? Po pacolli dhe bën një kontrat hipotekimi ose garanci financiare mes kompanisë të tij Mapco me një kompani me qendër në Luksemburg, Delfos Securities, dhe merr borxh, pra lë aeroportin si garanci dhe merr borxh 100 milion euro. Tani, për para se të vinë këtu, duhet të kuptojmë një gjë, që ka pas një konflikt midis dy si thua, aksionerëve për punimet që janë bërë në aeroport. Sipas këtij të 2A, thotë që në aeroport janë hedhur 80 milion euro, nga 104 që ishte investimi. Nga këto, 56 milion kanë qenë marrë të bankës, të banka kombëtare tregtare. Dhe sipas gjithmonë Valonit, thotë që unë, në këtë 80 total, 27 milion të bankës i kam hedhur të aeroporti dhe 23 të mijat. Pra, konflikti tyre qëndron ku? Tek shuma që ka hedhë secili në aeroport. Sigurisht. Pra, Valoni... Secili ka shuma të vërtetuara. Valoni pretendon, me shumë të vërtetuar, që unë në aeroport nga pjesa ime, që është kredi bankare dhe nga xhepi im, kam hedhur në aeroport 50 milion euro. Kurse pacolli ka hedhur 30 milion euro. Ka hedhur më pak. Ka hedhur 27 milion pjesë e kredisë BKT-s dhe 3 milion nga xhepi i vet. Dhe këtu si duket kanë lindur problemet. Me sa po kuptoj unë në gjithë histori, sepse është goxha e ngatëruar dhe goxha... Tani, ku vjen përplasja kulmore? Përplasja kulmore është që pacolli, pa llogaritur këtë, pa fol me këtë ortakun, që është aksioner dhe ky, ka 7+2, ka 49% aksioneve, gati gjysmën, ka shkuar dhe ka marrë kredi duke lënë, pra duke u paraqitur si aksioneri vetëm me 98%, dhe ka arritur të marrë një kredi, ka marrë një borxh, 100 milion euro, nga një kompani në Luksemburg. Këtë 100 milioni ka hedhur në aeroport kë? Jo, më ku i hodhin 100 milion? Edhe një. Po se duhet të thuash të i mori? E ka marrë kredin për 2 arsye. Po i ka marrë për aeroportin? Ta mbyll. Shko për çfarë i ka marrë? I ka marrë për të shlyer kredin e BKT-s,
që është 56 milion, dhe për të mbyllur gjithë punimet në aeroport për ta bërë atë gati për punë. Por, ky veprim nxjerr jashtë loje ortakun tjetër. Tomoni, Tani këto detajet e... kaq thjesht dhe pak më thjesht. Jo, më thjesht, tani thjesht historia është këtu. Pa? Ky duket si një konflikt civil në pamje të parë mes dy aksionerëve. Problemi është që konflikti është pasojë. Sepse shkaku i vërtet i gjithë kësaj historie është tenderi. Gjithë tenderi ka qenë një procedurë fiktive. Pra ishin caktuar ca njerëz që do merrnin një aeroport dhe bëhet një garë fiktivisht siç ndodh rëndom këtu me të gjitha punët e mëdha dhe koncesionet e mëdha. Dhe merret një kompani turke sepse këta nuk plotësonin dot letrat Si do të rëndom që e marrin përgjegjësi për shumë probleme. Nuk plotësonin dot letrat. Si e për ekspertizë. Po, as Pacolli nuk plotëson. Megjithëse pasojë do t'i plotëson se i ka bërë aeroport tjetër. Jo, nuk kishin eksperiencë në menaxhim Po aeroport. ka bërë një aeroport ai. Po nuk kishin eksperiencë në menaxhim, shfrytëzim, Po. se këta nuk kanë marrë veten që do ndërtojnë aeroport. Po dhe menaxhim Ata shfrytëzim. do ta marrin dhe 35 vjet, do ta kenë këta. Qartë. Dhe morën turkun. Turku erdhi për letrat, u fitua tenderi, mas më pak se një vit, Unë ngriti iku turk. iku turku dhe thoni, turku mori 4.200 euro për 40% të aksioneve, ka që i shiti. Tani një biznes i cili si pas vetë padis apo kallëzimit edhe plan biznesit, në 35 vitet e ti do të gjeneroj minimumi 770 milion euro të ardhra, gjysma 40% e aksionet të ti shiten për 4.200 euro. Po nuk punuan ata, që është tek. Ata e kanë marrë për këtë qëllim dhe kjo është e kuptueshme. Po pse, po kush ta le, kush ta jep? Po zakonisht Shqipëri kjo ndodh të rëndom. Do shta kishim blerë dhe ne. Do të rëndom, po nes na jep meritse. Po pse ndodh rëndom? Je po pingat e sheros ty. Po pra, për pikrisht, pse ndodh rëndom? Ndodh rëndom pikrisht për këtë arsye, sepse tenderat bëhen ashtu siç bëhen këtu. Tani jemi okay deri këtu, po konflikti mes tyre dyve si lind? Konflikti mes këtyre dyve është e thjeshtë. Ta zihen për pjesën e aksioneve që duhet të kenë në koncesion. Valon Ademi thot se mua më takojnë 49% të aksioneve, thot, sepse mbasi u larguan turqit që shitën 40%, ka patur një parakontrat notariale mes Bexhet Pacollit dhe Valon Ademit, përmes të cilës Pacolli shiste 47% të aksioneve nga kompania vetë, ja çonte kompanisë Valon Ademit. Më pas, duke patur këtë parakontrat, duke patur këtë marrëveshje, zoti Ademi thot se unë kam bërë pjesën time të investimit, kam investuar gjitha ato para në përputhje me kuotat që kam patur, por kur ka ardhur momenti për ta regjistruar Nuk i ka regjistruar. kontratën notariale në qendrën kombëtare të biznesit, sipas Valon Ademit, Pacolli Kjo është ai ti ruajmë parat të Valon Ademit. ka ndryshuar rrugë, nuk ka dashur ta, pra nuk e ka çuar. Pacolli ka mbajt gjitha këto pastaj. Pacolli i ka mbajt të gjitha, se shikohet çka ka ndodhur sipas këtyre. Kur kanë ikur turqit kishin 40%, ja kanë shit Pacollit. Dhe Pacolli kishte 50 të veta, 58 dhe 20 shkojnë 98. Valon Ademi ishte me 2%. Mirë po, ta tani thonë që me njerë masi u be shitja nga turqit të Pacolli, mes Pacollit dhe Valon Ademit ka patur një parakontrat që këtë 20-qen, 27, 20 plus 7 tjera, do t'i merte Valon Ademi. Parakontrat në Quhet lexoj. vendim i asamblesë së Vendimi i përditshme asamblesë. të aksionerëve. Po, e kam bërë Po ai tani po ja ka marrë ai. Ata kanë bërë, Po ja ka dhënë, ma. ata kanë bërë 3 dokument, 3 marrëveshje. Kanë bërë parakontrat notariale që do kalojnë 47, më vonë e kanë bërë marrëveshje Po. dhe më vonë e kanë bërë kontrat notariale. Avokatin pyet. Pra 3, po këto ti sqaron avokatin. Avokatin, Sepse kemi dhe pyetje për avokatin. Po pa diskutim më burr. Avokatin në linjë. Tani nderuar avokat. Se që po dëgjojmë. Okej. Mund të ti dëgjove dy ekspertë që ka mund të një gazetar dhe tjetri një gazetar me profilin e ekonomistit. Tani, Po. mund të më spjegosh çfarë konkretisht, sepse
ju keni penalizuar edhe Pacollin dhe Prokuroria e Tiranës ka kryer veprime konkrete. A mundet me ju të thjeshtëzuar, ju t'i shpjegoni publikut çfarë ka ndodhur konkretisht dhe si janë tani aksionet? Janë në 98, më thonë mua gazetarët tu, me 2. 98 i ka Bexheti dhe 2 Valoni. Me letra. Me letra. Me QKB. Atëherë, përshëndetje për secilin në studio dhe kudo që na përsjell këto momente. Me që jam në distancë dhe të përpiqem që të flasme ngadalë, më shpresoj se do të jemi qartë dhe do të kuptohen për shkak të basë dhe rrjetit të internetit. Çështja që ne kemi në diskutim tani, në fakt unë pajtohem pothuajse maksimalisht me dy parapolicit, si me gazetaren që bëri për mbledhjen historikut të ato çfarë ne pretendojmë, si me kolegun tjetër në studio që po ashtu dha versionin e tij, por që nuk pajtohemi në fakt fiktive, siç u tha. Pra tenderi ose procesi tenderimit ka qenë fiktiv. Sepse në gjuhën juridike fiktiv do të thotë diçka që nuk ka pas qëllim të realizohet, në rastin konkret jo vetëm që është realizuar, por është jetësuar si projekt dhe pothuajse është në kulminacion të investimeve dhe në vitin ardhmë dhe të funksionalizohet si aeroport, në qoftë se shbllokohet si proces të e vërteta del aty ku vërtet është. Tani, kush është konflikti që ne kemi dhe që kemi kallëzuar penalisht dhe që kemi denoncuar? Pra, konflikti mes jush dhe Bexhet Pacollit është kush konkretisht? Në fakt, dhe ju keni për denoncim prokurori. Që ta bëjmë të qartë, ne nuk kemi konflikt personal me zotin Pacollit, pra kemi konflikt në subjektin e cili ka në pronësi 51% të aksioneve, sipas kontratës të vija të aeroportit të ndërkombëtar të Vlorës, dhe ne këtë konflikt që e kemi ka themelin të kontrata që ne kemi garantuar që në ditën e parë të fillimit të bashkëpunimit. Do ta kemi parasysh se ne nuk kemi pri në këtë proces, pra vija dhe 2A datojnë që nga dita lindjes tyre. Bashkëpunimi me zotin Pacolli nuk ka qenë një bashkëpunim që është konstruktuar vetëm për të fituar një tender, por ka qenë një kalkulim, ka qenë një bashkëpunim i cili është menduar e është trasuar nga ana jonë që të jetojë 40 vite. Pra pati një jetë të vetë themeluesit e 2A-s, i cili nga mosha është riku për nga suksesit, ka goxha në renditje. Dhe këtë diskutim, zoti Pacolli, siç ju tha, ka hyrë me veti treti në procesin e tenderimit. Pra ka hyrë me kompaninë turke, YTA, ka hyrë ai me 58% dhe natyrisht zoti Valon Ademi me 2% aso kohë, për të cilën përqindje pastaj gjatë rrugës, ashtu siç u tha dhe është e saktë, që turqet në mungesë të fondeve janë tërheq, fondet në të njëjtën ditë, aksionet ose kotat në të njëjtën ditë kur kanë kalu të zoti Pacolli, pra të biznesit i Mapco Construction si shoqëri aksionare, të njëjtën ditë është lidhur dhe marrëveshja mes tij dhe zotit Ademi për të qenë aksionar në fakt dakordanca ka qenë pothuajse 50-50, por është materializuar pastaj në letër me 2.9 Para kontratë. Para kontrata pastaj e jetësuar si kontratë. Po sepse kontrata është bërë në 2024, është bërë vjet, të paktën sipas atyre që shkruajnë pa. Pra para kontrata është lidhur në ditën që kanë shitur turqit aksionet e Pacollit. E njëjta ditë është, domethënë marrëveshja ka qenë e njëjta ditë sepse zoti Pacolli as nuk ka qenë i përgatitur financiarisht për ta mbuluar e për ta çuar përpara si proces, as nuk ka qenë i përgatitur me teknik, as në fakt shumica e punëve të kryera në aeroportin e Vlorës e gjithë punishtja ka qenë e pushtuar nga punëtorët dhe menaxherët e inxhinierët e strukturat e kompanisë 2A Group, kështu që ka qenë e ditur dhe pritur që zoti Pacolli nuk mund dhe nuk do ta vazhdoj vetë këtë projekt. Kur është bërë gjithçka dhe është përgatitur gjithçka, natyrisht që 2A Group ka kryer punë të cilat po që se kalkulohen ka lënë mbi 23 milion së bashku me kapitalin investuar, me kredit
e marrë dhe njëkohësisht shuma që u përmend nga banka kombëtare tregtare në Shqipëri. Ajo çfarë është e rëndësishme theksohet është se në rastin konkret, aeroporti për shumën prej 56 milionëve ka qenë i ngarkuar pra si hipotekë në bankën kombëtare tregtare dhe nuk ka pas mundësi që të transferoheshin kvotat për aq kohë sa nuk do jepë leja nga banka. Por banka ka qenë informuar përjarisht gjatë vlerësimit të vitit, ka qenë informuar se nuk është vetëm zoti Pacolli aksionar e aq më pak në 98%, por janë 2 aksionar, njëri është dyra me 49 dhe zoti Pacolli përgatësisht MAP Construction në 51. Deri këtu kemi qenë rregull. Punë kanë viju si që deri madje aeroporti është testuar, është peruar në një formë të perurimit, ka marrë pjesë dhe kryeministri, ka marrë pjesë vetë zoti Pacolli me aeroplanin e tij, natyrisht themeluesi i DIA-s, partner, dhe deri këtu kemi qenë okay, deri në por është kuptuar se nuk ka partneri ynë i DIA grupit nuk ka vepruar me ndërbesim, ka vepruar sikur vërtet ishte mazhorant, pra sikur kishte 98% aksion apo personalitet, nuk e ka bërë të njohur se është edhe një partner tjetër kredistan. Kontrata që u kanë me Delphos Securities SSRL në Luksemburg është kulmi i alarmit që është ngrit për DIA grupin dhe fillimisht për trashëgiminë e shtetit shqiptar, për sigurinë juridike, për investimet jo vetëm të DIA grupit, pra nuk flasim këto vetëm për çështje materiale të DIA grupit, por flasim edhe për një çështje që është kombëtare dhe për ne ka shumë rëndësi kjo, pra për DIA grupin është një çështje kombëtare dhe ju keni parë edhe djeni postim që është bërë nga DIA grupi, kur ata kanë dhënë besën dhe do të shërbejnë dhe do ta jetësojnë projektin ashtu siç kanë marrë detyrim. Pra, po të lutem. pse e keni paditur ju Begjet Pacollin? Për shkak të 2 gjërave, e thamë, jo vetëm për hallin e DIA grupit, se DIA grupi me kontratën e notorizuar, me bekimin e asamblesë së kompanisë Madco, ka vetë zoti Pacolli, me autorizimin e tij që i ka dhënë administratorit të VIA-s. Ne nuk kemi as dilemën më të vogël, as shqetësimin më të vogël që ato aksione do të regjistrohen me kontratë të notorizuar në qendrën kombëtare të biznesit. Pra në ÇKB nuk ka asnjë dilemë që ato do të kalojnë, nuk ka gjykatë këtë botë do të mund të refuzoj një kontratë të lidhur si ajo që kemi ne dhe do të mos lejoj part në atyre aksioneve në emër të DIA grupit. Ne kemi pra shqetësimi ka shkuar tek kësaj, shqetësimi ka shkuar kur është mfutur një kompani tjetër që pretendohet që ka dhënë hua, ka dhënë kredi, por në fakt nuk është regjistruar askund si kreditëdhënëse. Është një kompani offshore, është një kompani kur ne edhe sot e kësaj dite nuk e dim se kush qëndron mbrapa compartment Bernina. Po si e ka marrë këtë kredi ky, apo me atë autoritetin e duke patur formalisht aksionet? Po, duke që ai ka negociu prapa shpinës partnerit, prapa shpinës ortakut, duke që të gjitha negociatat janë bërë pa e bërë të njohur as kreditëdhënësi, se mund ta quajmë kreditëdhënës compartment Bernina, se për ekzistencën e kompanisë DIA Group, pra është mbajt në errësirë komplet, dhe si rezultati i kësaj është aloku një shumë prej 100 milion, por shqetësimi shkon edhe në thellë. Ky është shuma prej 100 milionëve, e cila matave dhe dokumentacionit që disponojmë ne, vetëm rreth 6 milion janë transferuar në shtetin shqiptar, dhe vesh janë dedikuar dhe destinuar për aeroportin e Florës, nuk ka shkuar direkt në Tiranë. Pra shteti shqiptar, si koncesionari, si Mikoqiri, dikush që në fakt është i zoti i shtetisë dhe aeroportin i ditë do t'i kthehet shtetit, nuk ka qenë dieni për këto fonde dhe rrjedhimisht nuk ka qenë dieni as për plejardhjen e as për personat që qëndrojnë mbrapa këtij biznesit ashtu quajtur për ne edhe në tutje fantom, pra në panjohur. Dhe këto mjete kanë ardhur në Kosovë. Në 22 gusht 2025, pra
më parë, është Fal, një sekond të bëj një pyetje. Ja, avokat, Një sekond. Pano. Ju po thoni që 100 milion shi nuk ka ardhur në llogaritë të kompanisë koncesionare, por ka vajtë në Kosovë? 94 milion. as pak. Jo, s'ka ardhur. Jo, nuk ka ardhur. Nuk ka ardhur. Ka kaluar, jo, nuk ka kaluar në Shqipëri, nuk ka kaluar në llogaritë të shoqërisë koncesionare. Përkundrazi, është hap një llogari tjetër në Kosovë, është hap një seli e Matkos, pra kësaj Matko Construction që e kemi ne si partner në Tiranë, është hap në Kosovë. Nëse është e qasshme dhe mund të qasemi kurda, sepse Agjencia e Regjistrimit Biznesa në Kosovë, ashtu sikur se edhe në Shqipëri, ka mundësi të qaset kushdo. Ka një shoqëri, pra degë shoqërisë e huaj, e shoqërisë së Zvicrës, me kapital prej 100.000 eurove, dhe kjo kompani është bërë fole e një shume të konsiderueshme të njëjtër që është rreth 40 miliard, që kanë ardhur në Kosovë. Tani, pse kjo shumë nuk ka ardhur direkt në Shqipëri? Pse kjo shumë nuk ka kaluar direkt në llogarinë e shoqërisë? Dhe pse kjo shumë nuk është alokuar, nuk është dispersuar edhe në shlypjen e kredisë? Ne këtë çështje e kemi lënë prokurorisë, pra nuk është çështje jona. Ajo çfarë është çështje jona? Është që ne insistojmë që të mbrojmë jo vetëm djersën e shoqërisë dhe kapitalet e themeluesit, por insistojmë që të mbrojmë edhe sigurinë juridike, që të dimë se kush janë personat pas perdës të njohur si Compartment Bernina, të cilët në një farë forme kontrollojnë shoqërinë edhe për shumë vite. Kush është rreziku ynë dhe kush është rreziku i shtetit? Këto janë pyetje dhe këto janë arsyet pse ju kemi drejtuar prokurorisë dhe ne pastaj ju kemi drejtuar edhe gjykatës. Dua ta analizoj një fakt. Me zonë Pacolli nuk ka konflikt personal, me zonë Pacolli nuk është kjo betejë personale se kush po e mposh cilën dhe kush po absolutisht është e pasakt, është trillim, është insinuatë që dikush të dëshiron të marrë aksionet. Aksionet nuk mund t'ja marrë askujt, e sidomos në rastin konkret, kur janë të faktuara, të notarizuara, janë të paguara, janë të investuara dhe në shuma të cilat janë të audituara dhe mund të bëhen publike kurdo. Jemi okej, avokat, por para se ndryjt Kletomori, ligjërisht kontrollin financiar e ka Pacolli apo jo? Mbi kompaninë që menaxhon aeroportin. Ligjërisht kontrollin financiar tashmë se ka as të Pacolli. Se ka askush? Tashmë është, jo, absolutisht, sepse tashmë ka vendim gjykate. Ma vendim gjykate. Gjykata ka një vendim gjykate, gjykata ka vendosur mas sigurie, ka ndalu çdo çështje për ta trajtuar aksionarin shumicë deri në ditën e regjistrimit të aksioneve 49%. Pra, plus 47 i bie se 2% i kemi. Kështu që në rastin konkret, alarmi që është, urgjenca që është, thirrja që bëjmë, është për ta sqaruar sa më shpejt institucionet e drejtësisë çështën që ua kemi quar për trajtim e hetem, është për ta trajtuar sepse çdo vonesë tani ka një status quo në vija, duhet ta themi këtë, dhe kjo status quo nuk është krijuar as me dëshirën tonë, as me kërkesën tonë për interesat tona, thjesht edhe vetëm. Masa e dhënë nga gjykata ka për qëllim mbrojtjen jo vetëm të aseteve tona, por mbrojtjen edhe të aseteve të Republikës Shqipërisë që në ditë i takojnë taksapaguesve shqiptarë. Dhe kontroll nuk ka tashmë, kishte kontroll, po kishte kontroll jo transparent, kishte kontroll që ne as nuk e shihnim e as nuk e dinim. Kishte kontroll para shkosa është lidh marrëveshja qysh në mars, është bërë njohur diku ka gushti, dhe fillimisht është bërë vetëm si tentativë, domethënë është diskutuar, mandej ka pas tentativa dhe për të stërshit aksionet e vijas, ka pas oferta edhe nga Kazakistani, ka pas oferta sigurisht nga vende tjera ruse, ose të Kaukazit e origjinat të tjera, por këto janë çështje që do i diskutojmë herë tjetër. Ajo çfarë është në rëndësi tani, është për prokurorinë shqiptare, që ne vetëm sa kemi hapur këtë si problem. Vetëm sa kemi hapur si problem dhe ne do të vijojmë të trajtojmë. Të mori? A mund të bëj një pyetje? Mera, ja të mori. Të mbaroj dhe pasën e një. Unë kam 2-3 pyetje shumë shkurt. E para, kur është bërë shitja aksioneve nga Turqit tek, pra kur dolën Turqit nga koncesioni, është marrë leje nga autoritetet? Nga autoritetet shqiptare? Po sigurisht. Patjetër sepse ajo çfarë autoritetet pra qeveria shqiptare ka firmosur që Turqit të dalin, ka dhënë miratimin që Turqit të dalin.
Qeveria shqiptare ka qenë njoftuar për secilin hap në atë sa unë jam dini, si për vështirësitë, si për benefitet, si për çështjet të cilat janë jo vetëm organizative. Dhe diçka që nuk jam në dini për në një akt formal që ka lejuar. Normalisht me ligj duhet firmosin, po nëse pak rëndësika. Ajo që është e paqartë në këtë histori është që pse u shiten aksionet nga turqit te Pacolli dhe jo nga turqit te Ademi te Valoni, kur ato aksionet do shkonin aty. Pra pse duheshin ber një kontrat nga turqit te Pacolli, pastaj një kontrat tjetër para kontrat nga Pacolli te Valoni. Fare e thjesht, për shkak se zoti Pacolli kishte shumicën e aksioneve, kishte 58% aksioneve, ishte personi që kishte kontaktuar, siguruar, negociuar, diskutuar dhe natyrisht planifikuar, në fund edhe dakorduar që të marrë pjesë dhe yda e Turqisë. Pra, ne s'kishim ndonjë kontakt, ndonjë njohje me Turqin. Pra ydën e ka sjell Pacolli. Rrjedhëmisht nuk kishim ndonjë. Absolutisht po. E pranojmë si fakt. Po tani çfarë pretendimi ka zoti Pacolli? Pse nuk i regjistron aksion? Çfarë thot? Pse nuk i jep? Çfarë thot? Se përderisa kanë shkuar. Alarmi që ushtua, ose shqetësimi që ushtua që vërtet është duke ndodhur diçka jo vetëm jashtëligjshme, por edhe rrezikshme për sigurinë juridike të aseteve të shtetit shqiptar, ishte në ditën kur siç kemi marrë vesh nga ish administratori zoti Luka, është keq përdorur autorizimi i tij, kredencialet e tij dhe në ÇKB është ngarkuar një vendim i cili ishte marrë nga Asambleja e MAPKO-s për të pezulluar transferim të aksionesh deri në një vendim tjetër. Po. Ky publikim tërësisht në abuzim të drejtës për të bërë një gjë të tillë, me mungesë transparente, me keqbesim, madje duke përdorur thash dhe vetë duke keq përdorur lejen që i kishte dhënë ish administratori, ishte, si themi, goditja fundit që diçka vërtet është duke u fshehur dhe diçka është duke u maskuar. Kur ne e kuptuam, kërkuam sërish te zoti Pacolli dhe ishte tek MAPKO. Edhe ne mbizoj, domethënë kur flas zoti Pacolli, se nuk është i vetëm në MAPKO, por ka strukturë, ne kërkuam që të njihet të transferohet kontratave ndalen të gjitha veprimet të cilat kanë karakter abuziv, kanë karakter keqëdhërues dhe përbëjnë mashtrim, sepse ne ishim të bindur që Tomori, e fundit. Zoti avokat, e fundit, këtë historinë lutem ta përfundoj. Pra, justifikimi që na u dha ne, nuk e kontestojmë faktin që ju jeni pronar të 49% të aksioneve. Por arsyeja pse kemi uploaduar, kemi ngarkuar në ÇKB këtë vendim është për shkak të kreditorëve, atyre që kanë dhënë kredi, qoftë ata në të kaluarën, qoftë këtyre në të ardhmen. Dhe ky është shqetësimi që atëherë çka ndodh nëse 35 vite do mbash një kontratë në zyrtar. Kush do i marr aksionet, kush do marr, ne kishim detyrën, krym investime, bënim punë, madje bartim rreziqe siç e dini edhe publike që janë njohur atje. Ndërkohë që thuhet që okej, në rregull jemi, ne e dim jemi partner, ne e dim që përqindja është 51-49, por keni durim edhe 30 vite se kur të paguhen kredi. Ndërkohë që vazhdojnë negociatat, ofertat, kërkesat për shitje, blerje të lehtëshme jo vetëm. Po këtë historinë e kredis kur e keni marrë vesh te Delfosi? Ne realisht nuk e kemi ditur që është formalizuar deri në gusht, deri në kohën kur është bërë kjo avantura e fundit dhe kur është kuptuar që kanë ardhur fondet këtu. Ne kemi qenë njëri që po bëhen diskutime, sepse neve na është dhënë ofertë nga zoti Pacolli edhe për të shitur aksionet. Ne nuk i kemi shitur, nuk kemi pranuar në asesi që aksionet, sepse për themeluesin e DJAS të qenurit aksionar në aeroportin e Vlorës është përtej pasurisë, është shkon përtej trashëgimisë familjar dhe lidhet me vendin ku ajo është rritur në pjesë mirë, pjesës tij e ka kaluar kështu me radhë. Pra është histori trashëgimi e jo vetëm. Dhe zoti Pacolli kur ka marrë jon për të shit aksionet paçka se ishte me një kështu përqindje të mirë fitime, atëherë duket që ka vazhdu rrugën për të siguru fonde tjera, por larg syve
larg transparencës, jo vetëm të partnerit 2A, por edhe shtetit shqiptar. Po. Kam përshëndetje, zoti avokat. Kam Përshëndetje. Pano Soko, kam disa pyetje. Një pyetje të parë, sepse ju dëgjova me shumë vëmendje. Gjatë kohës, në momentin që janë larguar turqit, kompania në aeroportin e Vlorës po punonin inxhinierët, punonësit e kompanisë 2A. Ju e dinit kur e keni marrë vesh që do largoheshin? E dini që më përpara që do largoheshin turqit? Shikon, nga fillimi punët janë kryer nga 2A-ja, sepse 2A-ja ka një traditë dekadëshe. 2A-ja... Jo, pyetja, nuk e kam të 2A-n, e kam. Juve e dinit që në fillim që do largoheshin turqit? Pra nuk është Jo, se... ne nuk e dinim. Jo. Ne se këshim, thashtë më njerë, ne s'kishim joje me turqit, nuk kishim kontakte me turqit, ne kishim hyrë në mirë besim, dhe në fund fare ne do krynin punët, do pagueshim për shërbimet tona që do bëheshin vija. Nuk kemi hyrë me qëllimin që do dali njeri se do dali tjetri. Qëllimi i 2A-s ka qenë që të vazhdoj partneriteti. Ndërkohë që pas dështimit, natyrisht që ne kemi qenë aty për të marrë përsipër. Më vjen një pyetje tjetër, pas saj direkt. Kur morët vesh që kompania turke po shiste 40% të aksioneve për 4.200 euro, çfarë menduat? Ju po bleni... Ata nuk kanë shit tek ne, pra nuk kanë shit dhe ne nuk kemi qenë në kontakt me Turqi. Po këta janë ndërtuesit, këta janë ndërtuesit. Jo më di. Pra, në fillim këta janë ndërtuesit, janë fut me 2% vetëm. Mbrapa ka ndodhur kjo, pasi ta kanë harxuar shumë. Ne thjesht kemi qenë të kontraktuarit dhe ne nuk kemi qenë pjesë e asnjë skeme të dakorduar paraprakisht apo të kamufluar pastaj. Ne kemi qenë të përfshirë si me një përqindje minore, 2%, për cilën ne kemi negociuar kontrata dhe kemi lëshu fatura në emër të 2A grupit. Pra 2A grupi ka qenë kontraktor i BIAS. Ndërkohë, dështimi i relacionit, i partneritetit mes YDAS dhe MAPKOS, ka sjell një mundësi të ne, ose për të pritë... Po, sepse këto 20% të aksioneve që 4.200 euro keni marrë juve. Mos gaboj. Jo, me letër aty e kanë. Ne nuk, shiko, turqit nuk kanë... Parave që kanë paguar. Këtë morën këta më mbrapa. Nga historiku, turqit nuk kanë investu. Në mungesë të fondeve, turqit nuk kanë investu. Dhe vjedhimisht, shqipja... Investitorit thelbësor aty janë këta. 40.000 ose 400.000 s'ka në i rëndësi. Ka rëndësi që turqit kanë dorëzu aksionet tek zoti Pacolli dhe marrëveshja e tij dhe e tyre nuk ka qenë çështje jona. Neve na është ofruar pasi që janë marrë aksionet e turqëve, pra pasi që 40% ka kaluar në përgjithësi e MAPKOS, neve na janë ofruar nga zoti Pacolli. Me qenë se ju jeni këtu, kryeni çdo ditë punë, keni bërë miliona deri më tani investim, dhe me që keni aftësi financiare, keni përvojë në ndërtime dhe jo vetëm, a keni interes për t'i ble 20% që, pastaj 7% që dhe në total është bërë 29%. Për sa i blet juve 27%? Si? Sa kushtuan 27%? 4.700. Rreth 50 milion, deri më tani. Po. 4.700 euro, thunë, pa dhja. Jo, me leje, po jo, Allah, se s'kemi ble sandwicha në Vlorë, që atët? 23 milion kemi shtile këtona. Do e dhënë, kjo është tek marrëveshja e shitjes së aksionit. Ne blem aksionet me investimin. Kjo është histori tjetër. Po pra se kanë bërë dokumentin atë. Jo, për ta shikuar pra, sepse në dokument... Ne blem aksionet me investim. Ne nuk kishim për t'i paguar askujt asnjë gjë, sepse neve na kishin bërë ata. Është shkruar borxhi është në aksion. Pra ne krym punë. Se këta nuk kanë vetur për vakef aty. Kanë dhënë lekë. Shumica punëve të kryera në vija janë të kryera nga 2A grupi. Jo, të kuptoj, po në atë kohë ne blem aksionet me investimet tona. Në atë kohë nuk ishte shumë punime të kryera në aeroport. Në kohën kur kanë ikur turqi. Jo, ka pas përgatitje, ka pas investime, ka pas. Po jo atë në atë vlerë që thoni ju. Shiko, ripërsëris, nuk marrë përsipër në kohën kur... Okej. Si kanë marrë aksionet akoma këta. Unë e di që ne së paku 10 milion euro kemi investu për atë e gatshme në stat. Pra ju 4.000 euro, 10 milion euro. Kam
Kam një pyetje tjetër, te kredia që keni marrë te BKT-ja, Po të lutem. çfarë është vendosur kolateral? Po. Është natyrisht është aeroporti, është via. Janë vendosur di unë ato. Janë vendosur Është pronat via. e Pacollit, dy pronat Aeroporti Pacollit. Vlorës, Po mirë, po nëse aeroporti është në janë- BKT, pse ekziston rreziku që të shkojtë Delfosi, kur BKT është vija e parë? Sepse është thjesht Ai shlyhen parat. të di se si me qujt, është dhënë 100 milion për të mbulu një kredi 56 po, i milion. paguam me ato dhe edhe, po. për të shku via pastaj Po, e liron, po. ku tretet kush është mbrapa. Kështu që Jo. interesi, madje edhe për parapagim më herët, ata kanë siguru fonde. Edhe nëse në ndëshkon hipotetikisht thënë banka kombëtare tregtare, i bie që ata kanë fonde, pra MAPCO ka fonde, bazuar në fonde Pacolli. me origjinë pa njohuri. Tani, në kredin të Delfosi, BKT-s. kredin të BKT-ja e ka marrë aeroporti apo e ka marrë zoti Pacolli? Ka marrë MAPCO, jo aeroporti, por prapë është vënë hipotekë, është vënë aeroporti. Aeroporti, por e ka marrë MAPCO. Po. Pra nuk e ka marrë kompania koncesionare. E shlyen MAPCO apo jo? Mos ngatro, kredinë e BKT-s. Ta pyes atë, nuk do të pyes. Po është në dokument, më burça. Po më lër ta pyes atë, mos e di Po unë. ngatroheni. Pra, kredin e ka marrë. Vetëm se e kam problem pak Po distancë. pra po, na fal, jo na fal se kishin diskutim në studio. I lutem. Kredia është marrë nga MAPCO. dokument, kush e ka marrë kredin, po ç'kemi, Kredia s'ka nevojë të pyesim, po jo po se është inflacion pastaj. llogarin. Pyesim avokatin kot. Me leje. Kredia nuk ka ardhur në llogarinë e shoqërisë koncesionare. Nuk ka ardhur në vija. Ai po flet për Pra, kredinë qindra. kredia, shuma prej 40 sa milion, ka zbarku në Kosovë. bëjmë Një pjesë e konfuz saj njerëzit. ka ardhur në Ajo në shoqëri. për të- Por duhet ta analizojmë një se bëjmë fakt. konfuz Kredia që paguhet në BKT deri më tani, nuk paguhet as nga 2A-ja e as nga MAPCO. Paguhet nga shoqëria koncesionare, pra nga vija. Ne të dytë kemi detyrime si partner, së bashku kemi detyrimin raport me njësoj Okej, të tenim si kur se këtë keshim doja. një kërkesë për dikë tjetër. Do më thënë, ne do të paguanim njësoj së bashku. Dhe kjo është problemi që ne jemi eliminuar nga edhe transparenca, po edhe nga siguria. Ndryrën dhe pastaj ndryrën Abileka, ndryrën Okej, edhe një pyetje të fundit, kam edhe një pyetje të fundit. Pse nuk përdor për përmbarimi, sepse kontratat notariale normalisht ekzekutohen me përmbarim në momentin që nuk ekzekutohen vullnetarisht. Juve se gjetët Shiko, ne nuk e kemi, për ne ripërsëris nuk ka qenë shqetësimi dhe akoma nuk e kemi shqetësim regjistrimin e aksioneve. gjykatën marrin asnjë. Fakti pak kontestueshëm dhe natyrisht veprimi parëzueshëm, por çështja që ne e kemi dhe që e kemi adresuar tek institucionet të drejtësisë me theks të veçantë tek prokurorët dhe prokuroria është çështja e investimeve, çështja e ngarkesës së vend, çështja barrës kreditorëve që vënë një biznes diku në Luksemburg, që nuk i dihet as kush janë aksionarët, as kush janë donatorët, as kush janë dhuruesit, as kush janë rrezikuesit e aseteve tona. Dhe kjo është arsyeja pse kemi shkuar. Sepse e fundit, nëse më lejon, pra sikur këto mjetet kishin ardhur në shtetin shqiptar, jam i bindur që këto mjetet do t'i nënshtroheshin një filtri dhe prejardhja atyre do hetohej ashtu sikur se hetohet në secilin shtet se nga kush vinë dhe për çfarë qëllimi vinë. Deri më tani, dyshimet janë të tilla që rrezikohet jo vetëm 47% e aksionet tona, në fakt 49%, por rrezikohet i gjithë aseti kombëtar që është aeroporti i Vlorës. Pse? Se është vend peng pra për të marrë kredinë. Për peng kredis. Kjo është 100 milionë. Është marrë një borxh nga është marrë një borxh për të shlyer në një bankë të njohur të kontrolluar, certifikuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë, në një institucion i cili vetëm kemi të dhënat si Delfan Securities, dhe pastaj Compartment Bernina dhe pastaj ecë me rrevesh. Dhe zot e di se kush është pas këtyre, a është i Rusisë, a janë njerëz që bën sanksione që ato mjete nuk mund të përdoren, apo janë mjetet të cilat në një arsye për një arsye ose tjetrën kaluan shpangje tatimesh e kështu me radhë. Ne se kemi luksin që të rrezikojmë aksionet e shoqërisë aksionare, vjedhëmisht e vijas, kemi luksin që të rrezikojmë në personat të panjohur anonime e kompani fantome.
Tani, Mund. fa? Kemi parasysh që gjykata e ka marrë në shqyrtim këtë marrëveshjen që ka bërë Pacolli me kompaninë Delfos. Gjykata shqiptare. Dhe prokuroria ka iniciatime. Prokuroria ka iniciatimin dhe pastaj është më mbrapa gjykata. Dhe gjykata është shprehur dhe kjo më ka bërë. Këtë do ta themi çfarë po jeton konkretisht, e kam pyetje më pasur, pasi të mbarojmë me avokatin. E kam pyetje për ju. Po ti thuaj me qenë se për të marrë pjesë dhe avokatin. Ajo s'ka problem. Gjykata thotë që kjo huadhënie e dakortësuar që është bërë, pra që është lënë apo aeroporti peng, si thua, si instrument juridik, pra e ka marrë në shqyrtim gjykata, thotë është dhe ka të njëjtin efekt si shitja e aksioneve. Sikur aksionet janë shitur. Dhe jo shitje e hapur. Kaq keq janë bërë. Marrëveshja që është bërë me këtë nga Luksemburgu, me këtë është bërë aq keq sa duket sikur janë shit. Pra sikur aeroporti Vlorës ka ik, aksionet e aeroportit Vlorës kanë ik. Për ta sqaruar. Zakonisht marrëveshjet e penglënies në optikën juridike konsiderohen si shitje. Sepse ti merret e mirëqen fakti teorik që ti mund të mos ta shlyesh kredin dhe ai të marrë pronën. Pengun, kolateralin. Prandaj konsiderohen në optikën juridike si shitje. Më kupton? Prandaj edhe gjykata e ka përmendur këtë fakt që thotë që shiko, fakti ky ka lënë peng se ka shit, pa ka tjetërsuar aksionin sepse ka ekziston mundësia teorike që ky të mos shlyej dot kredin dhe aeroportin na e marrin ata që thotë avokatët që vinë nga Rusia. Kjo është. Po e merr dikush që nuk e di se avokat nuk e kuptonit që njëri zoti Pacolli për këto punë të gjitha, se duket si e keni ngrenë pak. Shiko, ne nuk e kemi hyrë në mirë besim. Duhet jetë i shkatat njeri nuk të vend se gjungli e madhe kjo avokat. Edhe në Bengazi, që ta themi qartë, ne kemi hyrë në partneritet për ndërtimin e aeroportit në Libi, në Bengazi. Qërtë. Dhe edhe aty çështjet kanë shku për dreç, kanë shku keq. Por është çështje tjetër. Ajo çfarë duhet ta them këtu, kredia e cila është dhënë nga BKT është ndarë 51% për Pacollin, 41% për 2A grupin. Pra, relacioni 2A grup dhe MAPCO ka qenë i njohur për këtë vonë, ndërkohë që për Delfosin është thjesht i panjohur, është jo ekzistent. Madje as obligimet ndaj shtetit shqiptar kemi dyshime që nuk janë bërë të njohura dhe jo dhe në optikën juridike po, mund të duket dhe mund të ngjasoj kontrata mbi kredin ose vetë një bank si një kontratë shitjeje, por në rastin konkret do dukej kështu sikur ta dije se kush është mbrapa. Por në rastin konkret ne se dim kush janë ata njerëz. Nuk e dim kush institucioni ka licencu, kush institucioni ka verifiku. Dhe ju e dini që në shtetin shqiptar, në shtetin tonë që jemi e ri, si shtete me traditë të vogël në shtat bankare, ne kemi goxha rregulla strikte të aksionarëve të bankave. Madje janë luftohen nga banka qendrore monopolet në sisteme bankare ekskluzivisht për të ikë gjëra të tilla fuqeve të tilla. Delfosi deri më tani nuk është kredi, nuk është bors realisht, është kredi i pashlyeshme. Kushtet e negociuara janë kushte që nuk shlyhen dhe rrjedhimisht një ditë kalon te kompaktën Bernina dhe një ditë nuk mund ta padisësh më Delfosin dhe një ditë nuk mund ta dish se kush janë ata, dhe rrjedhimisht kur shpërdohet si shoqëri i merr gjitha asetet me vetë atë janë kanë imunitet ndaj çfarë ndjekje se pa dije nga shteti shqiptar që është rreziku kryesor e pastaj nga ne si aksionar paq madhor sa zoti Pacolli me biznesin e tij. Po, më mbrëma avokat, do të pyesë pak e para, duke qenë se ju jeni një shoqëri koncesionare, normalisht jeni detyruar për çdo veprim që keni bërë të njoftonit kontraktorin, që është shteti shqiptar, Ministria e Infrastrukturës. E keni bërë vazhdimisht, sepse duket sikur Ministria e Infrastrukturës ka qenë komplet jashtë loje në gjithë veprime që u thatë deri tani. Shiko, ne Ministrinë e Infrastrukturës dhe jo vetëm e kemi pas partnerin kryesor që kemi si flas si shoqëri koncesionare, nuk flas si 2A, që ta kemi parasysh këtë. Pra, për këto veprime, për çështjen e Delfosit, për çështjen e Compartment Bernina, nuk ka qenë detyrimi ynë që ta njoftojmë nëse do marrim borxhe, do shesim aksione, do
tretim aeroportin e Vlorës, ka qenë detyrent i MAPCO-s. Kompanisë pra koncesionare. Mbajtje informore, absolutisht, kompanisë koncesionare. Kështu që ne për veprimet e fundit, të cilat i kemi ndërmarrë dhe i ndërmarrim përballë institucioneve ligjzbatuese jo vetëm në Republikën e Shqipërisë, natyrisht që ne kemi inkuraju gjithmonë ish administratorin, që ka qenë personi përgjegjës i ligjit, që të mbajë të informuar këto institucione. Dhe unë jam dieni, tashme Valen Luka, pra ish administratori, që ka qenë njeriu i ngushtë i zotit Pacolli për... Pse thoni ish administratori? Është kërkje... E oqi Begjeti. Vebiu, thoi se... Ka pasur Bebiu. Po, e dyta është që me sa noftojnë është që Ministria e Infrastrukturës i ka kërkuar më pas një hetim financiar për koncesionarin. Njëri ndjeni? Edhe ne ju lutem se nuk e dëgjova. Ministria e Infrastrukturës i ka kërkuar Agjencisë së Mbikëqyrjes Financiare AMF-s një hetim financiar për koncesionarin. Tani është absolutisht veprim që i pritshëm për as kohë sa ka dyshime për fonde të cilat janë me origjinë të panjohur, që mos themi me origjinë të dyshuar. Dhe natyrisht që ne si aksionar prej 29%, ne mirë presim çdo hetim dhe kemi bashkëpunuar ngushtisht, do bashkëpunojmë ngushtisht me institucionet e prokurorit shtetit. Ne kërkojmë që të ketë hetim, ne kërkojmë që hetimi të bëhet në ngutit posaçme, ne kërkojmë që të ndërmirën të gjitha masat. Ne kemi përbashkët se s'di gjë. Pasuria, aseti i qytetarëve të Republikës Shqipërisë dhe njëkohësisht mos të ndodhemi ne si taksapagues, si njerëz që kemi kontribuar në investime dhe që kemi kontribuar dhe me punime dhe jo vetëm. Pra, ne jemi përpresim çdo hetim, në fakt po punojmë ngushtisht, po nuk është sekret, kjo është realitet. Po punojmë ngushtisht dhe do punojmë ngushtisht. Ju do arrini afatin e shkurtit dhe fundit shkurtit që... Pinga dhe shirat. Mendoni të do arrini afatin e fundit të shkurtit për dorëzimin e aeroportit? Për këta s'punojnë me më. Shiko, kjo është çështje që do varet shumë nga dinamika e zhvillimit të hetimeve dhe normalisht vendosja e gjykatës lidhur me çështjen që ka vu mas sigurie tani për tani. Pacolli tani avokat. Pacolli jep deklarata që do të përfundojë aeroporti. Shkurt. Këte vazhdojnë hetimet, në shkurt do të përfundojë tot ai. Këte vazhdojnë hetimet tani. Çfarë pritet të ndodhë sipas jush? Me gjithë respektin për këtë që ka dhënë këtë deklaratë, kam përshtypjen se është tani për tani është një deklaratë për të hedhur të mjegull edhe më shumë. Për aq kohë sa zotit Pacolli dhe biznesit e përkatësisht shoqërisë së tij, e cila është aksionar në shoqërinë koncesionare, është ndaluar çdo veprim i cili e bën të njanshëm dhe e dëmton interesin publik dhe njëkohësisht edhe partneritetin tonë. Ajo çfarë është zotimi ynë dhe që ne do ta realizojmë në çdo formë me ose pa zotin Pacolli, është që ne do të bëjmë gjithçka mbranda fuqisë, mundësisë edhe kapacitetet tona brenda dhe jashtë shtetit për ta jetësuar si projekt, për ta lënë nivull trashëgimie, nivull historie dhe për t'ja kthy qytetarëve dhe shtetit shqiptar në kohën siç e parashë kontrata koncesionare. Deri atëherë do përmbahemi nga premtime të mëdha për të fokusohemi në kryerjen e punëve të cilat do i bëjmë çdo ditë për ta sqaruar situatë dhe për të hapur rrugë finalizimit atyre punimeve që veç janë. Se më shkruan një mik, domethënë Tela që larguan nga pjesë para emisionit, më shkruan që bëhet kakofoni, po ndoshta edhe duhet ta rikontrollojmë të gjë, se ne këtu nuk po flasim. Bëhet kakofoni, thot me duke folur me avokatin. Ne sigurisht po flasim apo jo? Nuk e di. Ishte një sekond. Do ketë para atë momentin që u bë. Ndoshta ishte një moment. Po, i përmëndë përmëndë Bengazin, avokat, me i përmëndë Bengazin, ju jeni në Bengazi me këtë, Mabeteksin, apo jo? Me Mapko. Mabeteksi ka qenë Mapko. Me Mapko, s'ka në të komunistë. Ka qenë një kompani tjetër për koreksi, por është në atërësi, është në kompani që zotuat nga zotë strukturë të njajtë, pa tjetër. Do të farë probleme që keni pasur, me që sa që keni pasur probleme me edhe aty? Kemi pas probleme që kanë shpirë në detyrimin tonë për t'i dhënë njoftim për ndërprerjen e kontratës, ne kemi qenë punëkryerësi kryesor aty, por janë çështje që do të adresohen arbitrazh dhe të përmbahesha nga komentimi këtu për shkak se çdo deklarim im dhe do të mund të përdoret nesër pas nesër nga kushdo qoftë për të
mbrojtur vetveten se pa çka se mendojmë se është çështje tashmë e qartë për arbitrazhin dhe unë mendoj që kompania SBR do detyrohet për të paguar dëm të konsiderueshëm material dhe jo material për shoqërinë BA. Pra, është bindje ime, nuk është e klientit, nuk është e BA-s të mikut tim të ngushtë Valona Ademi. Është bindje ime që edhe çështja e Bengazit ka qenë një tip maske për të dëmtuar po ashtu edhe vijën dhe gjithçka është lidhur si zinxhir. Por për te kësaj, ne duhet të analizojmë dhe ata që na dëgjojnë, sepse është më rëndësi, e di që është projekt më rëndësi, e di që sidomos jugu i Shqipërisë dhe jo vetëm pret që aeroporti jetësohet, ne sigurojmë që do bëjmë gjithçka brenda ligjit, gjithçka që kërkohet për ta finalizuar aeroportin në një afat sa më të shpejt, qoftë edhe në afatin e kontraktuar, por edhe para saj. Ferdinand, Pyetja e fundit, lutem. Pra, ideja është, a ka pasur një konflikt midis Pacollit dhe jush, shkaktuar prej faktit që juve mund t'i keni thënë atij që o vlla, çfarë po bën ti po hedh shumë pak lek këtu, ne kemi hedhur kaq shumë lek. Dhe këtu mund të ketë filluar gjithë kjo histori që përfundoi këtu. Pra, cili është konflikti? Si e keni kuptuar? Ku është konflikti? Ferdinand, a i ndoshta për lekë ka dashur të? Në shiko, konflikti, ne e thash edhe në fillim, jo rastisht e thash që ne kemi blerë aksionet me investimet që kemi bërë, kemi blerë aksionet me shërbimet që kemi dhënë, dhe nuk kemi marrë asnjë cent, nuk ka dalë nga shoqëria koncesionare në emër të investimeve tona. Mirë, po konflikti ka nisur nga Zoti Pacolli. Nuk e dim arsyen, thjesht nuk e dim pse ka nisë, mbase këto që ndodhen pastaj janë tregues, janë indikatorë mjaftueshëm për ta shpërfaqur. Por duket se Zoti Pacolli ka pas për qëllim që ta përdorë BA-n qoftë si partner, qoftë si aksionar në shoqërinë koncesionare, ta përdorë deri në një gjetje të mundësive të tij ose në një mundësi të shitjes së stërshitjes së kujdionit. Por në rastin konkret, më duket se ka qenë formulë e gabuar, ka qenë rrugë e gabuar, ka qenë mënyrë jo vetëm e kundërligjshme, por edhe pa ndershme. Kështu që para shkosa ka ndodhur të veprime, le të mbetet në ndërgjegjen e secilit që i ka ndërmarrë përgjegjërisht. Avokat, përveç ndërgjegjes secilit, pyetje me pak fjale dua unë përgjigjen. Do kemi aeroport apo jo se? Absolutisht. Do ketë to, aty dhe begjeti... Ose bën të shkurt dhe zik... Unë do të gjithë aeroporti... Aeroporti do bëhet. është i pakpyeshëm, është i padiskutueshëm dhe natyrisht është i jetësueshëm dhe do të ketë aeroport. Por a do të ketë aeroport me ata që pandehen, që kanë konsumuar veprime kriminale, apo pa ata, është topi është tek prokuroria. Një proces që ky vazhdon me prokurorinë, me gjykatën, dhe ne do të jemi, po vazhdojnë gjyqet gjatë, avokat këtu, ka një rregull po vazhdojnë gjyqet gjatë. Kompania 100 milionë që derë Do të jetë se këtu ka probleme avokate dhe me drejtësinë shumë. Por vetëm po e mori spaku, po e mori spaku mund të ashtyp pak në kohë. Së gjykate, do vene për gjyqjen për to. Jam ndjeni për problemet që i keni andej, sepse dhe kolegët... Dhe këtu popullata avokat vuan shumë për punë të gjyqjeve. Avokat, unë të falenderoj shumë. Po? Po, ju lutem. Unë besoj që kjo është interes për te një çështje juridike, është interes në çështje të interesit nacional, pra nuk është vetëm një kontest mes dy partnerëve, është një çështje interesit nacional, është një çështje që po ashtu për sigurinë dhe bashkëpunimin me partner, sepse po qëse vërtetohet dhe konfirmohet që ato fonde janë të dyshemta, ai biznes thjesht ka kidnapuar, nëse mund të themi kështu, aksionet e shoqërisë koncesionare dhe shtetit shqiptar është përballë me një tradhtim nga kushdo që ka kryer, i bie që shteti duhet veproj, prokuria duhet të akuzoj, e gjykata duhet gjykoj. Ne urojmë që dyshimet tona të mos provohet, paska se frika është e lartë se ato vërtet janë konsumuar ashtu siç kemi denoncuar. Avokat, unë falenderoj shumë dhe ndoshta do të jemi në lidhje të mëtejshme në ditët që vinë për ta ndjekur më tek proces, siç thatë ju që është një rëndësi e veçantë
kombëtare, bëhet fjalë për një aeroport mjaft të rëndësishëm, i cili befas bie në një kryq edhe të çuditshëm, po bota ku ne jetojmë është vërtet shumë e çuditshme. Dhe unë për shembull kam filluar të mos habitem me avokat, nuk më habit asgjë më. Falenderoj shumë dhe ne do të jemi dhe në lidhje tjera. Faleminderit juve, natën e mirë. Natën e mirë. Tani të bëjmë edhe një rezume të fundit, të themi ndonjë fjalë. Ç'mendoni ju tani, do kemi aeroport ajo? Dhe kur mund ta kemi? Kjo në fakt fare. Se kemi në Terezën tani, edhe hapur është ai. Gjithë problemi i koncesionit të aeroportit nis nga mënyra se si korrupsioni ka drejtuar gjithë procesin e PPP-ve këtu në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Ikën një kompani që ka 40% të aksioneve, marrë një kompani. Nëse këto bën zakonisht merren kur nuk kanë ekspertizën. Nuk ligjërisht këta që do investojnë, marrin zakonisht emra të tillë janë marrë, të mos e bëjmë si një nuk duhet ndodhë. Jo, nuk duhet ndodhë, pëse është fakti që janë marrë. Nuk mere kohë. Do të thotë që të bëhet, të ribet, po. Praktikisht, kur dela i bie koncesioni. Bie koncesioni sepse bie kriteri teknik. Pra, kriterin teknik e përmbushte kompania turke. Kompania turke iku mbetën 2 kompani shqiptare, kosovare, të cilat nuk përmbushin dot kriterin teknik, do të bjerë koncesioni. Bie fare të mos tani, dhe me gjithë të ndërtimon. Bie koncesioni sepse nuk ka më kush përmbush kriterin teknik. Se ai Pacolli nuk e përmbushte. Këta të dy as nuk e përmbushnin, e përmbushnin turqit kriterin teknik të menaxhimit të aeroporteve. Turqit ikën, kush do i menaxhojmë aeroportin? E përmbushin deri te leja. Tani. Ata morën legët. Tu fillon gjithë gjeneza e korrupsionit. Dhe çfarë do të thotë korrupsion? Do të thotë që një pjesë e këtij koncesioni, një pjesë e këtyre parave që do gjenerohen nga ky koncesion, po do shkojnë tek ata që kanë dhënë lejet më. Qartë. Pra, siç ka ndodhur në të gjitha koncesionet e tjera, ku nëpërmjet formave të ndryshme janë gjetur klauzola, mundësi, rrugë, shtigje, hapësira, dritare, për të marrë fondet e bëm babatët e ngjajtur aty. Fondet e publiku dhe për të çuar te xhepat e qeveritarëve, në të njëjtën formë po funksionon dhe koncesioni i aeroportit të Vlorës. Dhe kjo e gjitha në thelb vjen pikërisht prej kësaj gjë. Ky konflikt në fakt e ka gjenezën tek qartë, te paraja. Kjo është shumë e madhe në këtë rast edhe gjithë siç e tham në fillim apo ja. Tani unë mendoj që kemi ndonjë gjë që se tham, ç'të themi. Të nderuar të shikues, tani kshu janë gjërat. Në vendin ku jetojmë tani, para e madhe shpesh lëviz në vendin ku jetojmë të gjithë. Gjëra të çuditshme ndodhin. Para e madhe, po, në fund shqiptarët e kanë. Shqiptarëve u kanë hipur. E kanë këllë qafë. Shqiptarëve po ikën aeroporti. Ne do të ndjekim të problem, më pas në ditët që vijojnë, do të flasim. Do shikojmë çfarë bëjnë organet e ligjit, gjykata, që bën dhe prokuroria, po dhe çfarë është më tej konkretisht kjo gjë dhe si do të sillen, do të jenë pa problemi mos bëhet penjë aeroporti nuk ndërtohet fare. Kështu si po shkon. Se pak ka mbetur. Aeroporti është deri në fundimit. Po pra, pak ka mbetur. To kishim, pjesën e parë ne folëm për se ju sishit, folëm për një avokat që u arrestua dhe u lirua. Pamë, ndoshim. Lirua sot. Nuk na doli, ta do dal. Po ndoshta dhe u trembe, kupton se kishin marrë telefonin e gjitha. U trem miliarderi. Donte të dilte avokatit, i thash unë një 4 i kam këtu, unë nuk e kam këtu, drejtoria avokati e. Mos besoj se, më falë, se nuk besoj se ky miliarderi është trembur. Kush? Ky miliarderi është lojtar, nuk trembet kollaj ky miliarderi. Miliarderi, thua ti... Miliarderi lojtar ka qenë gjithë jetën, Bexheti në çdo vend ku ka shkuar, përveç Kazakistanit. Bexhetit thuaj se... Përveç Kazakistanit, në çdo vend ka pasur gjyqe. Bexheti ka ndërtuar aeroport dhe ka marrë 98. Po zotri. Ai ka gjyqe me Kosovën. 98 i ka Bexheti këtu. Miliarderi Bexheti kështu ka luajtur gjithë jetën. Ta lekët Bexheti me para jo të qarta nga burimet e tyre, me gjyqen me aksionerët, Bexheti kështu ka luajtur gjithë jetën, s'ka ndonjë frikë Bexheti. Në Bexheti është rregull. Ai vetëm po luan, kënaqet. Po këta si e kanë tani? E tha që nuk jam gati të lëshoj
Ate që është e imja. Qartë. Tani, unë kisha dhe një gjithë tjetër kisha përgatitur, po ma prishin fakt Ferdinandi, duke ardhur gjatë rrugës, përdori aparatin ky, se foli doktori sot gjithë ditën. Ishe që tem tjetër kera, foli doktori gjithë ditën, dhe datë disa konferenca, ikun s'pak foli aty gjatë, pas ta ikun bëdha një konferencë gjatë. Mos e kemi atë sinkronin? Ta futim edhe atë 2 minuta dhe t'ikim? Ishte bukur shumë. Dhe mua më prishin gjë të rëndësishme kë. Që ky s'prish gjë, si njeri, që njeri shumë i kujdes më prishin. E kemi sinkronin. Duhet të informoj shqiptarët se Gjushi, si pas shumë të dhënave, është larguar nga vendi në drejtim të paditur. I bëj thirrje të tregoj vendin ku ndodhet. Dhe historia është kjo. Këtu deklarova unë ose në parlament se tani po përdoret policia nga bandat për eliminimin e njëra tjetrës. Ju kujtohet ju para 1 javë apo para 2 javësh kur u vendos Tritoli në makinën e Gjushit. Është kjo kështu? Tritolin Gjushit me sa duket ja vendosi Aldo Abdylla, i cili i thot Gjushit, Tritoli është vetëm për lajmërimi, se ti që më ke kërkuar të bëj të gjitha krimet që ka kryer ai vetë, unë ti kam plotësuar. Të t'jap votat që don, unë ti kam dhënë. Dhe ju tani të gjithë mbroni Elvis Doçin dhe nuk pyesni më për mua. Pra, këto fjalë sipas qytetarit digital, Aldo Abdyli ja ka thënë dhe një bujar është nëndrejtori i policisë Durrësit. Dhe kjo është arsyeja sepse u arrestua, në fakt kjo është arsyeja sepse Altin Troptini, që mbron Elvis Doçin, arrestoi Aldo Abdylin me bujarin, edhe bujarin. Shumë gjëra për me një doktori aty, po duke ardhur rrugës tani, kur unë e dëgjova këtë, isha bashkë me Ferdinand. Edhe i them unë, marr Gjushin unë. Dhe i them, ku jam? Se doktori për thënë i thash që je ratisur. Dhe ishe Buzdetit, një pemtarit madhe, dhe tani për të treguar këse, nxjerr një puro, më të gjata nga këto purat që përdorin Ndrimeksi. Se këtat, edhe pak të shkurtër, përdorin puro të gjata shumë. Edhe përdori, e nxori puro Puro më gjatë se Gjushi. Gjatë, edhe për me gjatë se, puro me gjatë se Gjushi. Më dhe bëj pinte, jam në breg detit, ta shikote detin, dhe filloj të aksente ato të gjitha. Ky është shkrepi. Mirë po ky është shkrepi 2 herë dhe e mbylli. Hapi dhe e mbylli. Më mori video në qasë, ta këshim nxjerr tani këtu. Edhe kush e gjen doktorin kështu thotë. Që ai ishte i qetë që po pinte puro. Ishte në breg të detit. I kuptoj. Ishte rahat në lokal, po këto ishin të gjitha i pash unë, vetëm i gjes e pash. Ishte Durrës apo jo? Të se pash. E mirë me. Që ai e kishte bërë me mua. Kështu që nuk Tani e po bën film. Nuk e dim. Do të vesh. Tani ti bën humor se do gjë atë. Jo. Të kërkoj. Po kishte vajtur kishte gjetur det, atëre kishte lindjen e mesme. Në Dubai. Mos sharatisur në Dubai. Mirë. Ja foto dhe tani kush e gjen doktorin me gjitha këto? Mentoj mëra. Apo tani s'ke çaj bentoj këtë gjë. Tani të nderuar të shikues, kaq ishte emisioni ynë për mbrëmjen e sotme. 2 ishin pjesët që ne diskutuam, siç e tham të parën, të dytën jemi te aeroporti i cili do të flasim dhe më pas, do të shikojmë në proces. Proces është gjithmonë kjo. Dhe ne do flasim. Falenderoj shumë, falenderoj stafet që dhe gjithë dhe natën e mirë dhe mirupafshim në ditën e njëjtë.